Përshëndetje, më quhem Angji dhe jam shumë e lumtur që po takohemi përsëri në këtë hapësirë virtuale. Sot të prezantoj një meditim i cili ka si qëllim të lidh me energjinë e bollëkut. Këtë meditim do e bëjmë përsëri para një pasqyre, ku ti të shikosh thellë në sytë e tu, sepse siç e dim, afirmacionet shkojnë pastaj direkt në subconsciencën tënde dhe gjërat pozitive që ti po thua bëhen sa më shpejt realitet në jetën tënde. Bollëku është një pjesë temas të rëndësishme jetës sonë. Të gjithë ne kemi mendime të ndryshme mbi bollëkun. Disa njerëz mendojnë që nuk e meritojnë. Fakt është që ashtu siç ti mendon për brenda, e krijon edhe botën e jashtme. Prandaj le të përforcojmë në shqip disa afirmacione pozitive në mënyrë që subconscienca jonë, e cila është temasit inteligjente, t'i bëjë realitet këto gjëra pozitive edhe në botën tonë të jashtme. Prandaj, pa humbur kohë, të ftoj të vendosesh para një pasqyre, të shikosh thellë në sytë e tu të bukur dhe të përsërisësh këto afirmacione që kam përgatitur për ty, që të shkojnë direkt në subconsciencë dhe të bëjnë mrekullira aty në lidhje me bollëkun. Le të fillojmë. Përsërit pas meje. Unë jam plotësisht e denjë të marr me gëzim pasuri të jashtëzakonshme. Të marrësh është e sigurt dhe natyrshme për mua. Ka njerëz në mbar botën që marrin shuma të mëdha parash çdo ditë. Parat nuk janë të rezervuara për një grup të veçantë njerëzish. Parat qarkullojnë vazhdimisht dhe mund të vinë tek unë në mënyra të ndryshme. Vlera ime nuk fitohet, sepse unë kam lindur me vlerë. Parat janë një shkëmbim vlere, jo një matës i vlerës sime si njeri. Çdo aftësi që zhvilloj dhe çdo njeri që ndihmoj me zemër, krijon mundësi të reja për bollëk në jetën time. Kreativiteti im, mirësia ime, inteligjenca ime dhe këmbgulja ime janë pasuri të vërteta që krijojnë vlerë në botë. Trupi dhe sistemi im nervor po mësojnë dita ditës se është e sigurt të marr me lehtësi dhe gëzim.
Më pëlqen ta imagjinoj veten me më shumë se sa mjafton. Për veten time, për njerëzit që dua dhe për të bërë mirë në botë. Unë po mësoj të pres mundësi në vend që të pres kufizime. Sa herë që vlerësoj bukurinë dhe bollëkun që kam sot, bëhem më e vetëdijshme për bollëkun që po vjen. Sa më qetë dhe e hapur bëhem, aq më lehtë dalloj mundësitë që jeta më sjell. Më pëlqen të bëhem një grua që mirëpret prosperitetin me mirënjohje, mençuri dhe bujari. Parat nuk më bëjnë më të vlefshme. Ato më japin më shumë liri për të shprehur atë që jam. Mua më pëlqen të marr dhe jetës i pëlqen të më jap. Unë kam marrë mirë dhurata nga jeta pa e kuptuar as vetë. Çdo frymarrje është një dhuratë që e marr falas. Dashuria, idetë, mundësitë dhe mbështetja janë të gjitha forma të bollëkut. Të marrësh është pjesë e ritmit natyror të jetës. Natyra e merr dritën e diellit pa ndier faj. Toka e merr shiun pa pasur nevojë ta meritojë. Pemët ushqehen pa kërkuar leje. Edhe unë mund të mësoj ta pres me qetësi atë që jeta dëshiron të më japë. Është në rregull që disa gjëra të bukura të vinë lehtë. Nuk kam pse ta shtyj gjithmonë jetën përpjet. Jam e hapur të marr ndihmë, dashuri, mundësi dhe para. Sot praktikoj të them po, faleminderit kur jeta më ofron diçka të bukur.
Unë jam një magnet për bollëk. Parat rrjedhin drejt meje me lehtësi dhe gëzim. Universi kënaqet duke më bekuar. Mua më pëlqen ndjesia e të marrurit. Sa më shumë marr, aq më shumë ka mundësi të jap. Bollëku është gjendja ime natyrale. Jeta gjithmonë po punon në favorin tim. Mundësitë më gjejnë vazhdimisht. Vlera ime është e pafundme dhe nuk varet nga bilanci im bankar. Unë jam e denjë për një jetë të mbushur me luks, bukuri, qetësi dhe liri. Më pëlqen të shoh para që vijnë tek unë nga burime të njohura dhe të panjohura. Unë ndihem e sigurt duke mbajtur, duke shijuar dhe duke shumë fishuar pasurinë time. Zemra ime është e hapur për mrekulli. Universi është shumë më i madh se frikrat e mia. Jeta ime po bëhet çdo ditë e më e bollëkshme. Jam gati të marr më shumë se sa kam imagjinuar ndonjëherë. Shumë bukur. Të ftoj të marrësh një fërmarrje të thellë, mbushur plot me oksigjen dhe nxirre ngadalë. Si ndihesh? Shpresoj që të gjitha qelizat e tua po vibrojnë fort me energjinë e bollëkut. Të ftoj të lësh një koment të më tregosh se si ishte ky meditim për ty. Nëse ke ndonjë feedback, jam përherë e hapur për ty dhe shpresoj të kalosh një ditë plot bollëk, plot dashuri dhe të mirëpres në videon time të ardhshme. Mirëpafshim nga unë, Angie.